dashur, jemi takuar dhe sot në këtë ditë të re në këndin e kuzhinës për të sjellë një nga recetat e mia të preferuara sepse shikoj dhe e kuptoj këtu nga produktet. Mirëmëngjes shef Titi. Mirëmëngjes Udina, shef petat e lazanjës. E shikoj petat e lazanjës dhe lazanja është nga ushqimet e mia që unë e preferoj jashtëmase, me origjinë italiane, por që dhe në Shqipëri goxha bëhet. Unë faktikisht kam një kërkesë nga një nga miqtë e mi në Facebook, ke receta juaj faqja jo në Facebookut, kështu që unë mendova që të sjell këtë recetë për hir të shijeve të një komentuesi të përhershëm, kështu që unë s'po e përmend emrin, gjithsesi ai kupton vetë se kush është. Ne fillojmë me prezantimin e lazanjës. Kemi petat, kemi përbërësit e bashamelit. Unë kam përgatitur kiban, e cila përbëhet nga gjysëm kile qep. Për hir të kohës televizive, unë më duhet që të bëj diçka para përgatitje, se kaq që kam kohën. Pra, për përgatitjen e kimas, më duhet gjysmë kile mish viçi, kush e konsumon mishin e derit, bëhet dëgja e shishme, po për ata që nuk e konsumojnë, gjysmë kile mish viçi me lop është shumë përzierje e bukur e mishit që jep goxha shije. Kemi 5 kokra qep, rreth 1 kile e pak, 1 kile 200 gram qep. Gjithashtu kemi domatën pelagos. Kemi një nga këto shishet me salcë domate. Do shuhet me verë, ose në qoftë se dikush nuk e pëlqen verën, shumë pak, rreth 50 ml ufull të bardhë. Ufull molle, do ta shuaj qepën bashkë me domate dhe mishin. Piper të zi, opsionale është pak karrot, sa të japi një ngjyrë. Gjithashtu opsionale është dhe 2 deg selinoje, të cilat i presim në kubik, edhe kjo është opsionale. Unë sot nuk kam hedhur kimas, dhe arë kokosi, në pamundësinë e arës kokosit do hedhim piper të zi, kështu që unë do të shpjegoj se si do të serviret apo si do të idhet në tavën e pjekjes. Gjithashtu kam përbërësit e bashamelit, që është i cili duhet bërë në moment, është 1 litër e gjysmë qumësht, 100 gram gjalp, 100 gram miell, kry piper zi, parmigiano reggiano, 2 kokra vezë në duhet për bashamelin, dhe 1 kokër vezë do më duhet për finën, për dorën e funit. Dihet produktet si gjithmonë ti i ke prezantuar? Gjithmonë nga Avex ne kemi pasur mundësinë për t'i përdorur produktet e tyre. Ne për shembull sot kemi punuar me salcën pelargos, ashtu siç përmende pak më parë. Mendoj që jemi në hapin e verës. Vajin altis gjithashtu, që unë do ta kombinoj për pak me gjalpin, që mos na digjet gjalpi. Fillojmë me petet që unë duhet t'i kaloj në ujë të nxehtë. Ti zbusin. Dhe duhet të ndihmosh me këtë rutinë. Patjetër. Pra, unë kam këtu ujë të nxehtë. Pra sa i kalojmë një herë në ujë të nxehtë, nuk është se i lëmë shumë kohë. Duhet të zbuten pak fare, sa të jepet makarona pet. S'du t'i lëm shumë Rudina, se ngjiten edhe nuk ka burnon t'i shkisi. Prishin formën. Jo, nuk shkiti nga njëra tjetra. Kjo pra është mënyra se si ne mund të zbusim petat për të përgatitur lazanjën ai sa duhet. Okej, Rudin, pothuajse i kam zbutur të gjitha, do një pak të ngrohta, do merrem tash me bashamelin. Patjetër. I kam zbutur makaronat, i kam dhënë një zbutje dhe kam ndarë në pjatë veçanta. Kjo është bërë që mos njisin. Që mos njisi, se kemi probleme me hapjen e makaronës, njitin nga gluteni. Atëherë do merremi
me bashamelin, kemi salcën që tash kam bërë gati dhe bashamelin dhe shtrimin, okay? Fillojmë me bashamelin? Okej, punojmë me gjysmë e nxehtësisë gazit, edhim gjalbin dhe shkrim gjalbin. Ky është gjalb Vitam, që gjithashtu e kemi marrë nga produktet e sjella nga kompania Aves. Shumë. Dhe më duhet pak vaj, rreth 1 lug vaj. Vaj do e mbroj mreti. Do e mbroj nga gjalbi që përzdigjet. Gjithsesi nuk jam duke punuar me nxehtësi të lartë. Më bësh gati mielli, të lutem? Pra, kemi sasia e miellit me gjalpit është pothuajse e njëjtë, 100 me 100. Do të jap një skuqje shumë të lehtë, jo të na marrë një ngjyrë të errët, pra mielli do vetëm një skuqje shumë të lehtë. Ndërsa ti e trazon masën e miellit me gjalpin, ndoshta do të duhet pastaj të shkëlqysh. Direkt sa të marri këtë ngjyrën që unë dua të marri, pak transparente, jo të skuqur, direkt merremi me qumshin, të lutem. Po, ti do të më orientosh sa duhet të herë? Avash, të lutem. Vazhdo, unë do të shuaj komplet gjithë këto mund të edhësh edhe pak, aty. Që të shofsh se çfarë bëj me kokorizat e miellit. Edhe pak rutinë, të lutem? Jemi. Kjo hetur në mënyrë graduale. Në mënyrë graduale që unë shoh se si këto topthat që krijohen nga mielli do shuhen me këtë rrafshën e vezës. Kjo ndihmon bën goxha punë. Lazanja është një ushqim shumë i shijshëm për shkak se të përmban gjithë këto produkte, të cilat në vetvete janë të shijshme edhe veç e veç. Okej, Rudina, kripën, të lutem? Po. Dhe qumshin që ka mbetur. Sepse filloi të trashet. Filloi të trashet masa e bashamelit, i dhe të gjithë se ne do na duhet bashameli. Atë pjesën do lesh, ndoshta shumë pak lere se do ta përdorun më vonë. Masa është bërë si një krem i bardhë. Akoma s'është bërë krem. Sepse shtuam qumësht. Shtuam qumshin, u hollua dhe tash presim që të bëhet kremoze dhe ta lëmë me një anë që të ftohet pak. Lasagna ka qenë një nga produktet që është mburur shumë kohë Italia me këtë recetë, por është përhapur shumë kohë të fundit. Pizza është pizzat. Konkuruese me lasagnën, por gjithsesi për mua ngelet e pazëvendësueshme. Ndaj unë do ta shijoj shumë këtë gatim tuaj sot shëftitje. Patjetër që e ke pjesën tjetër. Nuk kemi më asnjë top të bërë nga mielli, është gjithçka e shkrirë dhe duket se masa homogjene është ndër pjesët më të shijshme të përbërjes së lasagnës. Edhe 2 minuta sa të bëhet lidhja, bëhet kremoze. Ka filluar. Qose shikon nga anët. Po. Lëshon fuska të lehta. Është duke zier mielli, kështu që mielli me gjalbin do të zihen pak. Ndjehet të erën. Ndihet për shkak edhe të gjalpit. Gjalpi Vitam, të cilin e kemi marrë nga produktet e ofruara nga kompania Aves, që e përmenda edhe pak më herët, dhe produkte që mund të gjenden dhe në Ecomarket patjetër. Është mirë.
Dhe pak rudin, dua që të bëhet kjo do trashet prap gjatë ftofjes. Kështu që e fikim zjarrin tash dhe do thë se jemi gati. Okej. Do të duhet të kalojmë tek tavolina e punës, sepse mbaruan pothuajse në Atëherë beshameli. unë e kam fikur zjarrin. Bashameli është gati, pret që të ftohet pak që të punoj me vezën. Shumë mirë. Okej, rudin, Radha e vezëve. 2 kokra kthym vezë. 2 kokrat e vezëve në një tas, edhe këtu Me mund ta një dorë kontrollojmë. çake. Mund ta kontrollojmë se mos na bie në një nga ato gjërat. Lëvosh dhe vezës. Po. Ti rre ato paraprakisht? I rraf pak që të pres edhe ftofja e bashamelit, Po. për arsye se fillon gatuhet veza. Shumë mirë. Ja ku e shohim që ndryshon edhe ngjyrën. Ndërkohë po bëhet pak me verdh. Okej, arrën e kokosit lutem. Në pamundësi të arrës kokosit, anvisat mund të edhin dhe piper zi. Kjo jep një aromë fantastike. Okej. Unë duhet të kaloj bashamelin të krah. Kam kiman këtu afër, në krau tjetër. Dhe filloj me shtrimin. Tani është faza e mbledhjes së të gjitha produkteve. Edhe pse e adhuroj shumë të lloj recete, ajo që më lodh më tepër është koha që do merresh sheftiti. Duhet shumë kohë, po. Tavën të lutem Tava. dhe do më sjellësh makaronat një nga një përpara se të unë do bëj një stres me pak kima. Një luk kima. Dhe një luk bashamel dhe pak nga qumshi që kam mbetur. Po. Dhe këtë e shtrojmë në tavë përpara se të vendosim Do ta petat. shtroj këtu në tavë që petët rinë më të buta. Do zbuten nga lagështia që ka kjo përzierje. Kam sjell ndërkohë petat, sepse janë gjithë ato peta që ne jemi kujdesur që të mos ngjesin me njëra tjetrën. E po këto janë ngjitur? Po paksa Ky është procesi më i vështirë i kësaj recete. Ne mund t'i venim dhe ashtu si qishin, po do të punojmë çik ujë nxehtë. Gjithsesi, kjo do na japi kohë në pjekje. Pra pak vështirësi në shtrim, po kemi të cilat pjekje. kjo është vetëm shtresa e parë që ne kemi vendosur në tavë. Tere, Fillojmë me mushin. bashamelin, Gjetja e edhe dafinës dafinës, e ka bërë punën e vet. ka quar erën. Tani procesi i shtrimit është një lugë me kima, një lugë me beshamel, në mos gaboj. Një shtres me kima dhe bashamel dhe kemi djathin parmezan. Po. Dhe në fund fare kemi pak bashamel me djath. Po bëj gati petat e tjera.
Beshameli është rrashur goxha, është i ftohtë, është gati për shtrimin në tavë. Do duhet tre shtresa beshamel. Pra, e para, e dyta dhe sipër fare për të dhënë Lyerjen përfundimtare. Lyerjen përfundimtare. Dhe të vezë që kanë mbetur, se do thosh na mbeti kokorvez. Se ne që i lema herë, i nxjerrim tepër. Mroklla. Asnjëherë ato shkojnë për t'i dhënë edhe më tepër shije lazanjës tonë sot. Okej. Anvista do të kenë mundësinë që të shijojë një nga recetat më të mira edhe më të shijshme, edhe pse mund të kërkoj pak më tepër kohë, ne jemi përpjekur që ta përmbledhim gjithçka në këtë hapësirë që na është vënë në dispozicion në Ora News televizion, për të sillte kjo sot recetën e ditës si një sugjerim shumë interesant nga shef Titi. Këto petat janë edhe më mirë. Nuk janë çara. Këtë recetë Rutina, ndoshta unë mund të sjell këtu për teleshikuesit tonë, por po si ato të tjera? Po. Kjo është receta siç e ka përmendur edhe herë të tjera e Nëna Ketit. Shef Keti është kuzhinë e gjallë. Vërtet? Dhe janë gjithë udhëzimet e Nëna Ketit që na jep mundësi që të transmetojmë gjeneratave që vinë ushqime tradicionale. Kjo lloj Është shumë e recete vërtetë sepse po priremi gjithmonë t'i blejmë të gatshme. Duhet të mësojmë pak që t'i realizojmë vetë. Patjetër që do të na arri për të realizuar edhe shtresën tjetër. Kjo është edhe shtresa e mesit që është shtresë kryesore. Ndaj ti po e mbush atë mirë pa lënë as pak goshtllëshe. Shumë pak ka mbetur. Rada e beshamelit. Duhet le dhe pak beshamel për sipër. Po. Atëre djathim parmezan, do ta hedhim ke shtresa e mesit. Dhe në fund fare do bëjmë edhe një shtresë djathi Në sipërfaqe. në sipërfaqe. Ngryse dhe kam këtu për tjetrën dhe Do vazhdojmë katin e të fundit. fundit. Ky nuk është një ndërtim pa leje. Kemi lejen e plot për të sjellë këtë lazanjën, të cilën po e sjellim sot me shumë dashuri të përgatitur për ju, me përbërës shumë të shijshëm, dhe që na merr pak kohë për të thënë të vërtetën, por që gjithsesi ne ja kemi dedikuar të gjithë kohën e dur sot për ta realizuar në këto pak minuta për një sugjerim shumë të mirë për të gjitha anvisat që mendojnë çfarë të gatuajmë sot. Që nga bo kaçorel kjo? Kanë ngjitur, mund të ndodhi që një petë të ketë ngjitur ndër shumë të tilla, por në duart e tua nuk mund të qëndrojë ashtu.
Pra, për këtë tepsi, një pako është e mjaftueshme. Kështu që amisat mund të nxjerrin dhe kostën. Këto janë të gjitha. Kostën e kësaj recete. Edhe pse vjen me origjinë nga kuzhina italiane, të gjitha këto produkte gjenden lehtësisht edhe në Shqipëri, në vendin tonë. Në pikat e kormarket keni mundësinë që t'i gjeni patjetër. Unë s'dua që këto ti çoj dëm. Patjetër. Dhe po i shtroj Okej. Kjo është receta. Kjo është pjesa e fundit. Bashameli i mbetur, që do të hedhim sipër lazanjës, e cila do japi edhe përfundimin e recetës. Mund të bëni çik lumë? Patjetër. E ishim edhe këtë. Përpiqemi të jemi edhe estetik në të njëjtën kohë që beshameli të lidhet Normalisht shumë mirë me njëri tjetrin. estetika në gatim është se e ha syrin në fillim, Rudin. Po bëm një mishmash, një rrëmuj, do thuash jo se nuk e ha, se s'më pëlqen. Kështu që Sigurisht. Teksa e shoh, po mendoj se sa kohë do të duhet pastaj për të pritur në furr që ajo të bëhet gati, por kemi edhe pak punë. Rreth 1 orë ne do presim derisa ti të arrisësh ta shijosh. Okej, goxha kohë, por do të presim. Në rregull. Vezën e cila do të shkoj sipër Duhet kjo luga? një kur vezë është mjaft. Veza do të shërbej për t'i dhënë edhe ngjyrën e duhur në pjekje, edhe shihen gjithashtu për ta lidhur edhe për të pjekur më mirë. Dhe duhet ta përfundoj lazanjën me të sipërfaqe të hollë me vezë. Përfundojmë me parmezanin. Kjo është djathi fort që shumë mirë grihet dhe grihet shumë himët. Zakonisht këto janë produkte që mund të shoqërojnë edhe gatimet me bazë makaronat, apo jo? Një kombinim shumë mirë. Bashamelin edhe për të bësh tepër, mund të bësh makarona kremoze, son çik ushqime deti, apo filet të pule, apo pra bashameli edhe që se mbetet nuk ka asë një lloj problemi. Kjo është e gjitha. Furi para nxjerrë në 179 gradë, ne do 180 gradë. Okej, tani që do futet edhe tava në furrë, mund ta vendosim 180. Rudina, do presim 1 orë derisa të Patjetër, të pishet. piqet lazanja dhe Do t'i është e gati. do të testosh. Unë jam e Shikojmë sigurt pas që një ore. është në rregull, patjetër. 1 orë kaloi. E la më shumë se 50 minuta. Rreth 1 orë, pra rreth 57 minuta me orën time, të shohim se unë shoh nga xhami që është Edhe unë perfekt e gjithashtu. bërë, vetëm duhet marr këto gjërat që mos digjim. Nuk e di, a do ta provosh direkt të nxehtë apo do Nuk të dua të faktikisht duhet që ta lëm të ftohet dhe pritet më bukur në racione.
të paktën do të shohim tani lazanjën të përfunduar, e më pas ja u tjetë ftor, do t'jemi gati për të bërë provën. Duket që është një tavë fantastike. Unë do t'a provoj sot shëftitin në shtëpinë time. Kjo është lazanja, kemi pasur shumë fatë sot. Të them, moj. Mos thuaj asgjë, Të është them. fantastike. Nuk Miq them dashur, e asgjë. bëm në lazanjën për sot. Mendoni se Atëre, si do ta realizoni ju. do të them që që të bëhet perfekte edhe prerja, unë mund ta pres tashti, po do di buskat. Kjo Kështu nuk që ka kuptim. Më mirë ta lëm të ftohet dhe e shijojmë Patjetër, pas pak. kush do na shërbej. Ti. Okej, e pranoj Nuk sfidën. më gjë tjetër, vetëm ti përshëndesim teleshikuesit. Mirupafshim nesër. Mirupafshim nesër.